Rosso Corsa është ngjyra Ferrarit shumë e bukur. Ne do shohim interiorin, do dorezat i ka këtu thjeshta. Tapicerinë ka lëkurë komplet kaf. Logon e Ferrarit këtu. Ambienti mirë është, shumë e bukur. Këtu ka këto që kontrollon pasqyrat, dorezën me qepje të kuqe normal, Ferrari. Timoni është i ngjashëm me të F430-ës, ka këtë manetinën Comfort Sport edhe ESC-ja off, me fik kontrollin e stabilitetit. Këtu e nez makinën, borinë ka këtu, të dyja, po duhet me fut Chelsea-n, pastaj e nez. Këtu ka këtë që kontrollon dritat, ka ekran digital këtu për të tregu temperaturat në gjonat. Xhirot i ka këtë të verdhën, shumë bukur ngjall, me qepje komplet cross-colti, kofën e ngrit me aty, shumë e bukur. Tu ka këtë kompjuterin e bordit, është me Bluetooth në fakt, me AUX. Tash për kohën mund të ketë qenë mirë, po Ferrari asnjëherë s'është është majt për të bërë kështu këto sistemet e mira, nuk e kanë fokusin aty. Auto, indietro edhe launchin, kjo është për të hap kabrion.